një problem tjetër është edhe tretja. Njerëzit ankohen që domethënë kanë probleme me tretjen, disa nuk ja udhëron disa ushqime, disa të tjerë domethënë kanë probleme me fryrjet, me këto. Zakonisht për ndihmës në tretje, çka po kërkojnë njerëzit? Radhiqen në hap, se radhiqja është radhiqja në hap edhe për smundje të rona, po din? Radhiqen cikorin, si dia keni për cikorin. Po, cikorin e kena edhe këtë. Atë, cikoria është, po cikoria përmban kafeinë. Për që di, piket bimëve veç kjo përmban kafeinë. Po sikur, për shembull rrojtë të cikorit si kam qatë jone, që mund është mi përdor si qaj, po e ka shien e kafës. Derë shumë më original si kofe, po pak e njohin ta. E këto janë të mira për punë tretjes që e për mene. E për punë tretjes është e mirë. Ta shumë në me thonë për momentin i vetë mjone që e përdor e këta këtu se e shohin në për rrëdhë gardhi që vdel në për venet pasërta, me gjësë edhe Gjermanët e Zvizanë thojnë si unkraut, e dëmëhon bari i panevojshëm, e kapin e gjuhin, a i laqë është, për Zotin është i laqë. Dëmëhon ky, radhiqja, hithra, edhe cikoria, dëmëhon edhe hudra ariot që e patën, po hudra ariot mo e ka atë farë sezonin e vetë, apo dhe kush e mleja që atëherën. Hudra e këto gjithë që mblidhen për malja. Po, kjo e mirë është edhe kështu e frest më përdor, po për me rujt për këtë gjatësi, është mirë me terës, që është e terët kjo.